Një ndër pikat më të frekuentuara në qytetin e Shkupit është edhe ajo e bulevardit e Cvetan Dimov, ose ndryshe e njohur në opinion si rruga e Jahja Pashës. Për çdo ditë, në atë rrugë kalojnë me qindra vetura, motocikleta, bicikleta e deri te trotinetët, ndërsa fatkeqësisht nga rëmuja e madhe që krijohet në atë pjesë nuk mungojnë as aksidentet, e disa prej tyre madje përfundojnë me fatalitet. Për të gjetur një zgjidhje afashkurtër, këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim në qytetin e Shkupit kanë dorëzuar një iniciativë me shkrim deri tek kryetari i qytetit të Shkupit, Orse Gjergjevski, për siç thon, ndërhyrje urgjente për të vendosur një semafor në disa pika kryesore të kalimit të këmbësorëve. Këshilltari i AKI-së në qytetin e Shkupit, Daim Luçi, për televizionin Shenja tha se kjo iniciativë vjen pas reagimeve të shumta dhe të justifikuara të qytetarëve për kaosin e përditshëm në këtë segment dhe rrezikun e lartë për këmbësorët. Kohës fundit ka pas shumë reagime dhe shumë kërkesa të qytetarëve që përshka atyre premtimeve të cilat banë edhe para zgjedhjeve, por edhe pas zgjedhjeve për zgjidhjet afatgjatë të bulevardit, ne si grupi këshilltarëve u ulëm dhe diskutuam për këtë punë dhe menduam për një zgjidhet problemi afatshkurt, cili do të ndihmonte dhe do të lehtësonte pak a shumë këto probleme që ndodhin këtë bulevard, do të vendosin semafora ndihmës konkretisht për të parandaluar këtë trafik të madh që mund bëhet këtu, por edhe fatkeqësitë që kanë ndodhur kohës fundit këtu. Deri te shkelja e këmbësorëve, ndoshta edhe deshjet e shumta të cilat janë bërë edhe me trotinet, edhe me motor. Kërkesën për vendosjen e semaforëve e mirëpresin edhe qytetarët. Sipas tyre, kjo do të ndihmonte në uljen e aksidenteve të trafikut, por edhe do të rregullonte sadopak komunikacionin. Po vallaj mas mirë jam ose. Se shumë po bëhet kallabllak, edhe komisorët nuk e dinë a nalet kerri as nalet. A mendon se do t'i ulë numrin e aksidenteve nëse vendosen semafor? Me siguri po. Ma mërmenja që po. Se duhet mu bo një zgjidhje. Se zgjidhjes tjetër s'ka. Inshallah bëhet ma mirë. Po mirë më bo. Mirë më bo. Për çfarë arsye mendosh? Por arsye se njerëzit kalojnë edhe nuk presin edhe me siguri. Me siguri dhe të bëhet. Ma mirë është. Më zgjidhje mirë kjo më thonë. Këshilltarët e AKI-së presin që kjo kërkesë të përkrahte edhe nga këshilltarët e partive tjera politike, e në veçanti edhe nga ata të koalicionit të Vlen, ndërsa nëse realizohet kjo zgjidhje, siç e thon afashkurtër, presin që bulevardi Cvetan Dimov ta merr pamjen e merituar, siç është premtuar disa herë, me shumë kursi apo me nënkalim.